Po sikur shqelësi i leadershipit të vërtet, të mos ishte te përgjigjet, por te pyetjet? Po sikur gjithë fokusi ynë të qenit një zgjidhës problemesh, ti ishte në fakt i gabuar? Kjo është një ide mjaft provokuese, le t'i hyjmë më thellë. Mendojeni pak, që në shkollë, në universitet, në punë, gjithmonë na mësojnë se si të gjejmë zgjidhje. Na jepet një problem dhe detyra jon është ta zgjidhim. Por çfarë ndodh nëse jemi fokusuar te hapi i gabuar? Po sikur sfida më e madhe të mos jetë gjetja e zgjidhjes, por kuptimi i problemit të vërtet që në fillim. Mirë, le të kthehemi pas në kohë. Përfytyroni skenën. Jemi në vitin 2005, në sallat e Harvard Business School. Dhe para studentëve, shfaqet Robert McNamara. Po flasim për një figurë legjendare, njeriu që ishte në qendër të vendimeve si kriza kubane e raketave dhe lufta e Vietnamit. Pra, kur ai flet, të gjithë dëgjojnë. Fillimisht, McNamara nisi duke lavdëruar metodën e famshme të Harvardit. Ai tha se i përgatit studentët shkëlqyeshëm për të zgjidhur probleme komplekse në presion. Por, pastaj, ai lëshoi një bombë. Ai tha se kjo qasje ka një tëmet themelore, një pikë të vërp që pothuajse gjithë arsimi tradicional anashkalon. Dhe ja ku qëndron gjithë thelbi. Shikoni, në shkollë problemet të vinë të gatshme, të paketuara, detyra është të gjesh përgjigjen. Por McNamara tha se në botën reale, si lider, puna jote më e vështirë është të kuptosh se cili është problemi i vërtet. Pra, nuk bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve, por për gjetjen e tyre. Ky është ndryshimi thelbësor. Pse është kaq e rëndësishme kjo? Sepse katastrofat e mëdha, qoftë në biznes apo kudo tjetër, nuk ndodhin brenda një nate. Ato janë si një top bore, nisin me një problem të vogël, pastaj një tjetër e një tjetër. Këto gabime të vogla grumbullohen, krijojnë një vrull derisa bëhen një ortek i pandalshëm. Dhe problemi është ky. Ka një thënie fantastike që thotë se, ndryshe nga ajka e qumshtit, lajmet e këqija nuk dalin vetë në sipërfaqe. Është natyrë njerëzore. Askujt nuk i pëlqen të jetë lajmëtari i keq. Njerëzit ose kanë frikë, ose thonë e rregulloj vetë. Dhe kështu, problemet qëndrojnë të fshehura nën sipërfaqe derisa është tepër vonë. Pra, çfarë duhet bërë? Liderët e vërtet nuk mund të rinë në zyrë dhe të presin që t'u vinë raportet. Ata duhet të ndryshojnë totalisht mentalitetin. Duhet të bëhen gjuetar problemesh, duhet të dalin në terren dhe t'i kërkojnë në mënyrë aktive problemet, para se ato të shpërthejnë. Mirë, mjaft me teori. Le të shohim disa shembuj se si funksionon kjo në praktik. Rasti i parë, Ann Mulcahy tek Xerox, viti 2001. Situata, një katastrofë plot. Kompania po humbiste miliarda, ishte zytur në borxhe dhe ishte në nënhetim federal. Ishte në prag të falimentimit. Çdo instinkt do t'i thoshte një CEO-ja të mbyllej në zyrë me kontabilistet, por aja bëri krejt të kundërtën. Ajo që bëri Mulcahy ishte geniale. Krijoi një sistem që e detyron të gjithë ekipin e saj drejtues të përballin me realitetin. I dha secilit prej tyre, madje edhe avokatëve dhe shefeve të financave, një listë me klientët më të rëndësishëm. Më pas, nisi programin Oficieri i klientit të ditës, ku drejtuesit duhet u përgjigjeshin personalisht telefonatave të klientëve më të nervozuar. Qëllimi nuk ishte thjesht të shuhej një zjarr, por të gjendej shkaku rrënjësor i problemit. Dhe çfarë zbuluan? Diçka të jashtëzakonshme. Të dhënat treguan se klientët që ishin shumë të kënaqur kishin 6 herë më shumë gjasa të blinin sërish se sa ata që ishin thjesht kënaqur. 6 herë. Kjo tregoi se anketat sipërfaqësore nuk vlejnë asgjë. E vërteta qëndronte te bisedat e drejtpërdrejta dhe të vështira. Okej, shembulli tjetër na çon te CVS-s, giganti farmacive. Problemi i tyre ishte klasik. Drejtuesit ishin plotësisht të shkëputur nga realiteti i klientit. E dini, kur drejtuesit vizitojnë një dyqan, gjithçka është e pastër, të gjithë sillen mirë, ata jetonin në një kull të fildishte, të izoluar nga përvoja e vërtetë e një njeriu të zakonshëm. Zgjidhja e tyre ishte po aq geniale. Hoqën dorë nga blerësit misterioz dhe filluan të mblidhnin reagime të papërpunuara, pa filtra. Krijuan programin Komenti i klientit të ditës, ku çdo mëngjes u dërgonin drejtuesve skedar audio të telefonatave të vërteta të klientëve. Një gjë është të lexosh një raport që thot klienti pa kënaqur, dhe krejt tjetër gjë është të dëgjosh zemërimin dhe zhgënjimin në zërin e një personi të vërtet. Fuqia e kësaj ishte jashtëzakonshme. Mirë, rasti i fundit nga bota e biznesit.
David Ikeli, CEO i LTX, u përball me një problem të brendshëm, një problem që ekziston në çdo kompani. Menaxherët e nivelit të mesëm tentonin t'i zbukuronin lajmet e këqija kur raportonin lart. Ata mendonin se mund ta zgjidhnin vetë problemin dhe e raportonin vetëm kur ai kishte dalë jashtë kontrollit. Ikeli duhet ta thye në këtë cikël. Sistemi që ai ngriti ishte thjesht brillant. Në mbledhjet e rregullta, ai e ndryshonte personin që raportonte për një klient të caktuar. Dhe ja ku ishte magjia. Nëse shfaqej një problem i ri, ti sheli kthej te personi që kishte raportuar herën e kaluar dhe e pyeste: "Pse nuk e përmende këtë javën e kaluar?" Kjo i bëri njerëzit përgjegjës jo vetëm për atë që thoshin, por edhe për atë që nuk thoshin. Kjo nxiti një transparencë rrënjësore. Tani, le të dalim pak nga bota e korporatave, sepse ky parim është universal. Në fakt, një nga gjecit më të mëdhenj të problemeve në të gjithë historinë ishte një figurë që të gjithë e njohim, Winston Churchill. Ai ishte një mjeshtër absolut në identifikimin e stuhive që po afroheshin në horizont. Shikoni pak historinë e tij. Para luftës së parë botërore, ai ishte ndër të paktët që paralajmëroi për rrezikun e militarizmit gjerman. Në 9111, si kreu i marinës, ai mori vendime radikale për të modernizuar flotën. Dhe, sigurisht, në vitet 30, ai ishte praktikisht një zë i vetmuar që bërtiste për rrezikun e Hitlerit, ndërkohë që pjesa më e madhe e botës preferonte të shikonte anën tjetër. Pra, pyetja është si ja bënte, cili ishte sekreti i tij? Ne e njohim Churchillin si një orator të jashtëzakonshëm, por sekreti i tij vërtet nuk ishte vetëm të fliste. Ai ishte një dëgjues i jashtëzakonshëm. Ai nuk qëndronte i izoluar në Londër, ai shkonte në vijën e frontit, fliste me ushtarët, me marinarët. Siç tha ai vet, guximi nuk është vetëm të ngrihesh e të flasësh, por edhe të ulesh e të dëgjosh. Dhe kjo na sjell te thelbi i gjithçkaje. Leadershipi vërtet nuk ka të bëjë me qenin heroi që i ka të gjitha përgjigjet. Përkundrazi, liderët më të mëdhenj e dinë se nuk i kanë të gjitha përgjigjet. Roli i tyre është të jenë arkitekt të një procesi, të krijojnë një sistem, një kulturë ku problemet mund të identifikohen herët dhe ku idetë më të mira mund të dalin në sipërfaqe. Dhe nëse ka dikush që e ka përmbledhur këtë ide në mënyrë perfekte, ai është legjenda e menaxhimit, Peter Drucker. Ai identifikoi pikërisht se ku gabojnë më shpesh liderët. Ja ku është, kaq e thjesht, por kaq e thellë. Gabimi më i madh është të kërkosh përgjigjen e duhur, kur në fakt duhet të kërkosh pyetjen e duhur. Detyra e një lideri nuk është të jetë një orakull me të gjitha zgjidhjet. Detyra e tij është të krijojë një mjedis ku të gjitha janë të inkurajuar dhe të sigurt për të bërë pyetjet e vështira. Kështu që në fund gjithçka përmblidhet në një pyetje që duhet ja bëjmë vetes, në organizatat tona, në komunitetet tona, në botën tonë, cili është ai problemi i madh e i rëndësishëm që po fshihet para syve tan, duke pritur thjesht që dikush të ketë guximin të bëjë pyetjen e duhur.